Mbrëm në orën 20:15 minuta, në fshatin Negotin të Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor Gallat kanë privuar nga liria personin MM 60 vjeçar nga po i njëjti fshat, pasi djali i tij AM 36 vjeçar ka raportuar se MM në gjendje të alkoolizuar ka maltretuar në mënyrë agresive antarët e familjes dhe ka drejtuar kërcënime direkte për jetën ndaj djalit të tij. Personi të denoncuari është bërë alkohol test, me çast janë matur 1.30 promil alkohol në gjak. Ai është ndaluar në stacionin policor Gostivar për procedurë të mëtejme. Dje në orën 16 në stacionin policor Gostivar është ndaluar shtetasi shqiptar 58 vjeçar BI. Personi paraprakisht ishte privuar nga liria në kalimin kufitar Blac në bazë të një shkrese të lëshuar nga zyra e jashtme për punë kriminalistike Gostivar më 5 janar 2026 në lidhje me veprat penale vjedhje dhe vjedhje rënd. Në orën 19:30 i njëjti është dërguar para gjykatës themelore Gostivar ku i është caktuar masa e paraburgimit në kozgjatje prej 8 ditësh. Dje në orën 18:15 në SPB Gostivar, SR nga fshati Debresh ka raportuar se në një puset të ndodhur në shtëpinë e kushëririt të tij ka gjetur të vdekur dajën e tij AG 75 vjeçar. Hyrja e vendit të ngjarjes është kryer nga prokurori publik dhe policia kriminalistike nga Gostivari. Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dorëzuar për obduksion. Dje në periudhën nga ora 14 deri në orën 16, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë realizuar kontroll aksion në objekte hotelerie në zonën e Tetovës. Gjatë kontrollit në një objekt në rrugën Lubo Bozhinovski në Tetov, të një imitur 17 vjeçar janë gjetur dhe konfiskuar disa thika dhe një boks metali. Njëkohësisht në një objekt në kuadër të qendrës sportive, të dy të mitur po ashtu janë gjetur dhe konfiskuar thika. Të gjithë të miturit janë shoqëruar në stacionin policor në prani të prindërve dhe pas dokumentimit të rastit të njëjtit u janë dorëzuar prindërve të tyre. Dje në orën 16, drejtoresha një shkolle fillore në Tetov ka raportuar prishje të rendit dhe qetësisë publike. Sipas raportimit, rreth orës 15:30, LS është sjellë në mënyrë agresive dhe arrogante, duke drejtuar fyerje ndaj drejtoreshës dhe duke goditur me duar derën e hyrjes. Po punohet në zbardhjen e plotë të rastit.